Percy dhe Stormi kanë rëmbyer Politian dhe janë zhdukur. Blumi është e vendosur t'i jap fund mallkimit të saj Renixit dhe të çlirojë atë dhe Daphnin. Edhe pse motrat e saj i kanë braktisur, Arisi nuk do të ndalet para asgjëje për t'u siguruar që Tritani të bëhet perandor dhe ajo perandore. Zemër, hidhi një suksaj të lutem. Është thjesht parajs apo jo? Unë mendoj se kjo është arsye pse e quajnë gjiri i parajsës. Wow! Mami, shiko peshkun! Janë vërtet të mrekullueshëm. Hey, ku shkuan? David, ki kujdes. Mami, shiko! Është një i verdh! Wow! Ktheu! David! Bip! Po, erdha David! David! Atje! David! Nuk e shoh! David! David! Fal Zotit! Mami, babi, jam mirë. Faleminderit! Shumë faleminderit! Faleminderit, ju i shpëtuat jetën atij. Faleminderit, Delfin. Mirupafshim, shihemi. Shokët e mi sovran, pas sulmit të tij të paprovokuar në mbretërinë tonë, ne jemi bashkuar për të luftuar Tritanin. Sot ne duhet të krijojmë një plan për të mposhtur atë. Unë them që ne të shkojmë menjëherë në oqeanin e pafund dhe ta pushtojmë atë. A nuk do ishte më e mençur që çdo mbretëri të siguronte fillimisht portat e saj në ujore dhe t'i mohonte Tritanit çdo mundësi për të shpëtuar? Tritani forcohet çdo ditë më shumë. Ne duhet ta sulmojmë atë tani. Mendoj se është shumë shpejt. Na duhet kohë për t'u organizuar. Nuk mund të presim më. Besojnë tani do t'ishte i nxituar. Mund të flas madhëria juaj? Po ju prezantoj me Florën, zanën e natyrës. Toka është vendi ku Tritani merr toksina që i nevojiten. Nëse sulmojmë dotje në tokë, të sulmojmë burimin e vërtet të fuqisë së tij. Është një mrekulli e vërtet këtu. Familja jon, delfinot, uji blu, dielli. Është vërtet perfekte. Ndoshta ajo aq perfekte në fund të fundit. Ruferot! Si thua për pak shiatësit për të freskuar.
Më vjen mirë që u ktheve I dashur. Mami, babi, delfinët! Ndotja po e vret gjirin e parajsës. Delfin, ku po shkoni? Për çfarë bëhet fjalë? Po mësoni se po ju djeg uji? Oh jo, Tritani është këtu. Flora flet për të gjitha ne. Ne, zanat mbrojtëse të planeteve tuaj, ju nxisim të filloni një sulm të bashkuar ndaj burimit të fuqisë së Tritanit, oqeanet e ndotura të tokës. Diçka po vjen nga oqeani I pafund. Fella? Ju lutem, toka ka nevojë për ndihmën tuaj. Fella, çfarë po ndodh? Ndotja e keqe po mbush ujërat e gjirit të parajsës. Është Tritani. Tritani është një kërcënim për të gjithë ne, dhe ne duhet të veprojmë së bashku. Ne duhet ta ndalojmë atë. Tani. Dhe unë jam vullnetar. Ti më bën shumë krenar birim. Ti je një merit e Heraklionit. Ne jemi me ty, Sky. Unë them që ne të mbledhim me njëherë një forcë për të sulmuar Tritanin në tokë. Të udhëhequr nga princi Sky I Heraklionit, unë jam në favor të gjithëve. Por kjo është çmenduri, është shumë rrezikshme. Pse princi im duhet të rrezikoj jetën e tij për të shpëtuar një pellk të ndodhur në tokë? Çfarë? O, dërgoni dikë tjetër. Diaspro. E ke gabim. Sky do të bëj detyrën e tij. Asgjë nuk do të më ndaloj mua. Kjo është vërtet për të ardhur keq. Të shfuqizoj nga detyra. Nuk është e drejtë. Ky është I gjithë faji yt Blum. Ti gjithmonë më prit gjithçka. Hej, kujdes! Dhe tani, ti kthehemi punës. Si mund ta shpëtojmë plazhin e parajsës? Ka një mënyrë. Fryma e oqeanit. Përbind që Tritan ka hyrë në oqeanin e luleve. Kudo që të jetë, ne do ta gjejmë. Wings, transformohemi! Wingsat magjike! Sirenix! Lum, zana e flakës së dragoj! Stella, zana e diellit që shkëlqen! Tekna, zana e teknologjisë. Flora, zana e natyrës. Njusa, zana e muzikës. Aisha, zana e valve. Ja ku është? Bota e ishullit. E gjithë kjo botë dikur ishte në ujë, por mallkimi Sirenix bëri që niveli I oqeanit të bjerë. Oh, prandaj duket kaq rrëqethëse? E po, rrënqethëse apo jo, fryma e oqeanit duhet të jetë diku këtu dhe ne duhet ta gjejmë atë. Shkojmë, Wings. Duke pasur parasysh demografin, unë do të vlerësoja se një kërkim në rrjet I ishullit do të ishte afërsisht 2.57 javë. Fantastike.
E po le të provojmë një magji të konvergjencës. Përqëndroni, të gjitha. Po, përqëndroni. Hap një mendjen. Ndjenjat tona do të na çojnë atje ku duhet të jemi. Fryma e oqeanit duhet të jetë afër. Ne do të ndjekim këtë rrugë. Kjo nuk duket premtuese. Jo. Nuk shoh asgjë. Po ju? Jo. Gjetët ndonjë gjë? Asgjë. Ndoshta thjesht nuk po kërkojmë në vendin e duhur. Shikoni! Lum, pas teje! O zot! Gjuajtja teknologjike! Oh! Stella! Aisha! Kujdes! Vrapo! Grushti ngritshëm! E ke parë këtë? Sigurisht që po. Shkojmë! Jemi të rrethuara. Bëni gati për t'i goditur. Jo, nuk mund t'i bëjmë keq. Flora, nëse nuk e keni vënë re, ato gjëra po përpiqen të na shqyen dhe gjymtyrët e trupit. Jo, ata thjesht veprojnë sipas instiktit, duke mbrojtur territorin e tyre. Sigurisht, fryma e oqeanit. Ato po e mbrojnë. Ata po e mbrojnë ato. Në rregull, ne do t'i largojmë ato. Flora, kërko për formacione shkëmbore. Bllokimi Murphy. Disku jashtë. Fryma e oqeanit, kemi nevojë për ty, zbuloje veten. Fryma e oqeanit. Wow, e mrekullueshme. Wow. Sa bukur. Punë e bukur, Flora. Tani le të shpëtojmë gjirin e parajsës. Dhe ta ndalojmë Tritanin. Një herë dhe për gjithmonë. Ky vend vazhdon të bëhet gjithnjë e më i mirë. Shiko. Çfarë? Skuadra gati, keni lejen për qëlluar. E janë një delfin. Janë më shumë se ne. Ata e quajnë atë një ushtri? Kjo është një ushtri. Tritan, ti je i mrekullueshëm. Sulmani! Sulm Technodroid.
të lutem. Ata po vinë. Unë do të merrem me ata. Jam dakord, Roy. Muri I akullit. Shpërndahuni. Aisin. Kapini. Gati. Jo. Bobby. Ja. Do të merrem më vonë me ju. Dielli I dytë I Solarias shkëlqe për aleancën. Përmes meje dërgoi U dritën atyre. Në rregull. Kjo është për ty. Për ty. Edhe për ty. Tritani, sulmoni. Tritan! Le të ikim për këtej. Triton Aura! Ja! Duhet vetëm të arrim të porta e tokës. Unë nuk mendoj kështu, kushuri. Mori fund Tritani. Dhe ka ardhur koha. Roy? Po ishti syrë, Zana. Lakët e vallëzimi. Wow, ai është bërë edhe më I fort. E di, jeni. Bella, do të ndalosh, Trig. Nuk do mundeni, karkaleca. Rufe e akullit. Kujdes! Roy! O jo! Roy! Po vi! Goditje me një hershme. Fryma e Zanatillës. Lulje Lotus. Kujdes. Au! Jo sot, Wings. Jo kur, Rajsi. Roy! Roy! Zgjo! Jam mirë. Çdo gjë në rregull. Au! Dhe ato janë të gjitha pas meje, apo jo? Aha. Hey!
duhet jenë të fundit. Tritani? Ai u largua. Ai është më i fortë Sky. Fryma e oqeanit, të kërkoj ta shpëtosh këtë vend. Lulja e Sirenix. Ja dole, Flora! Ti e shpëtove gjirin e parajsës. Në fakt, ishte fryma e oqeanit. Por, a nuk është e bukur? Uroj që të mund të qëndroj kështu. Hey, Wings! Roja e Sirenix. Ja dole mirë, Flora. Dhe e kënaqe fatin. Ti ke fituar të drejtën për të shprehur një dëshirë. Uroj që njerëzit e tokës të mësojnë të trajtojnë planetin e tyre me dashuri dhe respekt. Kjo është një dëshirë e mirë. Konsideroje të mbaruar. Një dëshirë e bukur, faleminderit. Gjiri i parajsës është përsëri parajs. Le të shpresojmë se do të ngelet kështu. Fillon betejë përfundimtare për kontrollin e oqeanit të pafund. Wingsat, Nereus dhe Tresa dhe një ushtri e selkive përballen me Tritanin, Aisin dhe mutantot, por qëllimi vërtet i Tritanit është të kap Aishën dhe të përdor fuqitë e saj Sirenix për të aktivizuar fronin e perandorit.